Nuk je ti, ai, ajo që përpiqet të ndryshoj për dikë tjetër. Modeli që të tjerët krijojnë për ty asnjëherë nuk të përcakton ty. Ti je i veçantë, e veçantë. Ti je një individ specifik që nuk ngjan me asnjë tjetër. Ti ke unin tënd, vlerën tënde, rrugën tënde. Rrugët e tjera janë vetëm kaluese në jetën tënde. Mos bjerë në iluzionin e dikujt tjetër se duhet të jesh më i mirë, të bësh më mirë vetëm për dikë tjetër. Mos e ngushto veten për të tjerët, as mos e krahaso veten me të tjerët. Ti përqendro te vetja yte, ti bëhu ajo që do vet. Ti përpiqesh, ti nuk je neglizhent ndaj ekzistencës tënde. Ti mundohesh, duron, kërkon veten, kërkon përgjigje, kërkon vend ku do të përkisje. Të gjithë njerëzit nuk do ta shohin përpjekjen tënde, mundin tënd, vuajtjen tënde. Njerëzit do të paragjykojnë siç bëjnë shpesh. Shumica madje nuk do të ndalen as të japin dorën, e as të thonë një fjalë të mirë për ty, një pëlqim, diçka që do të ngjallte diçka në ty, diçka shtytse e inkurajuese, por ata nuk janë të vetëdijshëm. Mos i fajso, sepse edhe kjo është njerëzore. Janë të papërsosur, të dalldisur, të shtytur nga bindje të ndryshme që ua jep rrethi, bindje dhe përvoja të dobta. Mënyra se si funksionohet sot kryesisht shpjegohet me fjalët të jap më jep, por kur vetëm të jap pa pritur të ma kthesh. Sot nëse si je i bukur, je i shëmtuar, nëse s'ke para, je i dështuar, nëse e flet të vërtetën, je naiv, nëse je i sinqert, je mendje lehtë. Këto janë mënyrat që po formojnë shoqërinë tonë, a janë të dobishme? Jo as pak. Në praktik, këto shoqëri rezultojnë të jenë më pak të zhvilluara, janë më të korruptuara, pakënaqësia e popullatës është më e madhe dhe mënyra e jetesës është më e vështirë, më e ashpër. Për fat të keq vlerat nuk respektohen, por paraja po. Njerëzit e sinqert janë të anashkaluar. Çdo gjë bazohet në sistem interesash dhe çdo individ me dashje apo pa dashje përfshihet vetë në këtë sistem. Për këtë arsye ndonjëherë njerëzit nuk janë mjaftueshëm të vetëdijshëm për rrethanat në të cilat gjenden. Ata shpesh u nënshtrohen klasave më të larta e nuk i çmojnë ato më të ultat, duke harruar që edhe i pasuri është njeri që mund të ketë të meta, dobësi, anë negative, ashtu siç mund të ketë edhe i varfri virtyte apo vlera. Suksesi i një njeriu nuk matet me para. Materialja nuk është ajo që përcakton njeriu. Sjellja në anën tjetër po. Në jetë kemi të bëjmë me tipe të ndryshëm njerëzish. Të gjithë do të kenë nga një arsye për të qëndruar me ju, apo në shoqërinë tuaj. Ndonjëherë raportet nga arsye më pak të rëndësishme do të zhvillohen në arsye më të mëdha, por shpesh herë njerëzit nxiten nga ndjenjat e çastit dhe nuk janë larg pamës. Çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar? Jo gjithmonë mund të zbërthehet kjo. Grupe të ndryshme kanë koncepte të ndryshme për realitetin. Bota dhe vendet demokratike jetojnë në një diversitet realitetesh. Kjo e bën edhe më të vështirë që individi të gjejë e të njohë veten. Por kjo nuk na ndalon të jemi të vërtetë, të drejtë, të lumtur dhe ëndërtar. Pavarësisht se ku gjendemi, bashkë me mashtrimet, manipulimet, paqartësitë dhe rrymat e dëmshme, ne do të gjejmë edhe anët më të bukura njerëzore, dhe mshurinë, miqësinë, dashurinë, bujarinë dhe dorën e ndihmës njerëzore. Njeriu të zhgënjen, të braktis, por edhe të gjen dhe të ngrit. Qielli i errët mund të shndërrohet në qiell të ndritshëm me njerëzit e duhur. Për këtë arsye mos u mërzisni nëse ndiheni vetëm. Vetmia të rrit derisa e ke kuptuar esencën e të jetuarit. Dashuria dashurinë e tërheq, e gjen, ndonjëherë kërkon kohë, por të jeni të sigurt se do të vijë. Gjëja më e keqe që mund të bëni për veten tuaj është të jetoni si dikush tjetër. Të jetoni si një model që ua imponon rrethi, familja, shoqëria. Ju nuk e keni borxh të bëni siç kërkojnë tjerët. Ju mund të përshtateni, por jo të jetoni si dikush që nuk jeni. Shpeshherë njerëzit do të përdorin autoritetin e tyre, pozitën shoqërore, familjare, për të shtypur, për të bërë të ndihesh me faj, kinse të mësojnë dhe ta duan të mirën. Por ndonjëherë as ata nuk e kuptojnë luftën tuaj, synimet e tua, ëndrrën tuaj. Njerëzit gabojnë, fatkeqësisht më shpesh se sa që duhet. Këtë duhet ta pranojmë dhe t'i kuptojmë si të tillë. Nëse ne vazhdimisht i fajsojmë, atëherë ne ju japim fuqi atyre mbi jetën tonë. Nuk shohim përtej, i shohim vetëm fajtorët dhe kjo na përcjell e nuk na lë të vazhdojmë me jetën. Nëse dikush tjetër është fajtor për pakënaqësinë tënde, nëse dikush apo diçka bëhet shkas dhe të bën të palumtur, atëherë je duke i dhënë shumë rëndësi atij njeriu apo asaj gjëje dhe nuk mund të përqendrohesh në veten tënde dhe rrugën që ke përpara.